Mirë dita. Ka, jeni sëtë? Kërkas, këki lodhë, këki tesh me i punë për mdokët. Në emisionin që ka me hongër sëtë do të bëjmë mesh një ram stek me gjallë të kakao, se kemi bua dhe peshkën nëse ju kujtohet, nëse se keni harru. Me perime edhe me një salcë tuflës balsamiko, e kemi bua qysh në emisionit e para, e kemi zi danën e kuqe, me ufull, e kemi lënë gjithë sheqer, pak mjalt, edhe ajo trash, kështu që po e presim arsimin letë në bjerën edhe te bojmë. Ndërkohë, dhe sa na këto po e pregadisëm, me kemi lëshu qëtu me vlu dë uj, me qitë një sup, jo po 2 supa dojna me qitë, se jak na njështë edhe na mund tu, ta shte ham ka i sup mas pare, të rojnë dëmishë edo. Se që kumë qitë të më thonë për 2 supa, se kogja ka lablak jevna këtu rredhit. Edhe po e presim me vlu qëta uj, supën e kemi gati, që to veç po e fillojmë me punu, etash. Ja nisëm qëtu që nga ka pru arsimi. Dhe më thonë që qëtu nga ka pru arsimi, që kesh që e gjallë pa pluhun, që kesh që e që mi maru në misionet e më pashme një ndër emisionet e para, të kemë do perime që nga ka pru arsimi, speca, kungullesh, patligjon i zik, purda, mate dvogla, domatino, që që na fillimisht që to pe zhvendosim që atje, supa dit nga bohet, e që shto, që na duhet që ke pak më e madhe. Në një porteri do të bojmë edhe mishin, do të bojmë edhe perimit. Që kështu. O bëllëm. Një është. Që kësë ma duhet njëre. Që të të marinojmë. Marinimi dhe me thonë me qitë këp, biber, dikush i qëtë ufull, hilën kuzhinerave. Kështu, e rëtullojmë edhe një rënon. Në ndonë kja e lunë funksionin e gjilponës. Kështu, e kryposëm pak. Biber. Qështu për rëtullojmë, prap. Edhe për e lom pak me najt, dhe më thonë që kjo është qaj marinimi. Marinimi gjëtë lajshme, marinohen në mënyra ndryshme, që është këta kemi dhezë, të qesëm tash pak perime, pak
Edhe qëtë tomate të dojmë se pak i madhe, qëtove që konë, të mujmë mi largu. Kjo veç ka fillu me unë zeka pak, boj u lirit, gjithsesi, të shkojnë 3 lukë për afërsisht, edhe 4, tamon 4 lukë shkojnë këtu, se na duhet edhe për mish edhe për perime. Presim pak mundze, që ashtu. Edhe këto veç fillojnë me ujë fërgu. Qështu. Në ndërkohë edhe këty në veqesim kryp, vetëm pak sa të lymë pak me vaj që më ju ka krypa ma mirë. Qështu. Biberi. Edhe vojnë e hudrës, ja pak një aromat më të lezetshme, qështu. Ka pak hudrë jo shumë. Ka pak qimë të kuqe, të grimë halë, që më javon një aromë. Qështu. Që kjo qështu, ka pakun t'ja qesëm. A keni ndonjë ide për drek? Kemi! Edhe të shumë të shishme. Magi ide për qoftën e salcë kërpudhash? Qofte! Kemi mish. E kërpudha dhe presh? Kemi. Shtojmë majdonos, piper të kuq dhe krip, formojmë qoftet, i presim perimet dhe i radhisim. Për mbajtjen e qesës e përzihem me ujë dhe ajk për përgatitje. E hedhim si për qofteve, i pjekim dhe suksesi është i garantuar. Ide e mirë. Qofte katror. Magi idea për ushqimet tuaja të përditshme, jashtëzakonisht të shishme. Këto tash e kem gatshme, veç ka flajt pak. Që që e gjalpa, është shumë e shnetshme, është shumë shtirë gjinet, jo këto. Mos provojnë me lypë, se këtu sun e gjeni. Mirë po këto mundi me bo edhe me gjalp thjeshtë. Qështu. Duhet pak ma vonë. Bravo. Qesim edhe mishë qëto. Ketë mirë veç, ku do të milo anë në fundë, Allah e bëllë shtirë është. Qëta po mundohëm që me bo një mund pak ma të vogël. Ili me nara ma pak me la në fundë. Qëto e ka se cila anvisi, se cili kuzhinjerë, se cili dhe më dhëmë. Këtë punë t'i bëmë, po kur vjen puna të anë të ujë, ani kur pa në bukë. Që është po për i tërnë mila. Hajde të këshim tash që shë kemë qëto. Shumë bukur. Po më lona me felo me pikë që atje. Bravo. Qashtu, shumë bukur. Pak ma vonja qesim, edhe ka pak me lukë. Gjalpin. Edhe po thuj se u bo.
Që të kem. Shumë bukur. Hajde të shtet qesim edhe pak. Gjallë, qështu? Të jashtu? Që. Qashtu. Kjesë nga duhet mo. Edhe pështilëm edhe pak. Qështu? Kjo veç gatshme e kem. Muj me shuk. Edhe supa gati është. Qështu. Tja ndrojmë tash edhe supës. Të qesim pak qiknena. Në botë ma shpejt. Edhe supën gati e kem. Supë e magit e lopës. Pak ma këtën është sa mja thimën e tonin. Ka një gjithë, ka dy. A këto nga bofshin mirë neve. Dhe i nesër.